Këshilli i Komunës së Tetovës zyrtarisht ka miratuar mbulimin e humbjeve për ndërmarrjen publike komunale Tetova në vlerë prej 71 milion denar, mjete këto me të cilat do të paguhen rrogat e mbetura për 4 muaj për 150 punëtorë, si dhe kontributet e papaguara për më shumë se një vit. Për punëtorët që deri në fund të muajit të 6, nëse realizohet, pagesa e mbulimit të humbjes nga ana e komunës, çdo i punësor do të jetë me rrogat në rregull, çdo i punësor do të jetë zero me rrogat, zero me kontributet, dhe kështu një herë për herë do jetë një përfundim i problemit të cilin e kemi gjetur. Afërsisht janë 156, këtu përbëjnë edhe ata me kontrata edhe ata me kontrata të përhershme. Do zgjidhet ky problemi i tillë. Fondim ndaj ndërmarrjes në bazë të vendimit do të ndajë afër 71 milion, ku do kemi të zgjidhur problemin edhe për disa muaj në të ardhmen. Një pjesë e madhe e punëtorëve në ndërmarrja publike komunale Tetova tash e një vit kanë mbetur pa sigurim shëndetësor. Shkak për këtë, sipas drejtuesve të ndërmarrjes, është niveli i ulët i pagesës së faturave nga qytetarët. Kohë më parë, drejtori Samet Bislimi deklaroi se për një pjesë të punëtorëve obligimet janë shlyer, ndërsa për pjesën tjetër pritet mbështetje nga komuna. Borxhi i ndërmarrjes publike i akumuluar prej më shumë se 2 dekada arrin disa milion euro.